që është përgjegjësia ime. Përgjegjësia ime se unë kisha trajtuar me standardet më demokratike 752 protesta të opozitës në të 4 anë të vendit, pa asnjë cenim, por përputhje me rregullat e një vendi demokratik. Përgjegjësia ime se hidhnin gur dhe pluma. E mohoj sot, po ato janë dritare, ato janë dokumentura. Pluma dhe revolte e tyre janë të dokumentura. Drejt kryeministit që ishte në detyrë, nuk blindoja dyrun. Blindisha vetu. Nuk shoja zyrën. Nuk bëja këtë frikacak. Që jam bath. Ja, unë zyrë. Pse zyrë, isha në drejtën time. Nuk isha borç kujt. Kisha zhvilluar zgjedhjet, të cilat kishin qenë sipas OSBE-dirit, zgjedhje që plotësuan standardet kryesore ndërkombëtare të zgjedhjeve, të lira. Isha në thegur. Unë isha në zyrë, punoja. Edhe ato orë, unë punoja. Jo, më thanë mu, hajde të evadohë. Jo, nuk evadohë, më thash. Pse do evadohë? Unë jam zyrë në punë time. Më thuj ti mu pak. As dhe një, Edi Rama qëndronte në kullën Karshi dhe priste çastin që të vinte në zyrtimet, mante fjalim pushtuesve poshtë. Pa e s'mund të note. Kur? Nuk e maju. Jo. Kështu që, cila, po, sigurisht e ngjarje fatkeqe shumë. Dhe unë kam kërkuar që atë natë hetim ndërkombëtar. Dhe kam insistuar për hetim ndërkombëtar. Kam insistuar për hetim ndërkombëtar se nuk kisha pikë në besimit të hetimit të kjo, që i kam thënë ato fjalë se heqja si. Jo. Asot dhe gjersat jetë gjallë. Jo, i meriton ato, sepse ajo hyri në një lojë shumë të turpshme. Hyri në një lojë të pa imagjinueshme. Cila është, më thuaj ti mu, keqardhje po, ngushëllime po, që atë ditë, por në absolute, e thanë ata, ke deklaratat, nuk, kjo ishte protesta më e dhunshme, ishte planifikuar proteste dhunshme.